Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne jemi gjithë ndërgjegjshëm për ndikimin e madh që ka interneti në jetën tonë, por jo vetëm jetën tonë, por edhe në mendjen tonë, e cila merr stimuj nga interneti, nga rrjetet sociale sidomos, për të projektuar një jetë imagjinare, apo që në vetvete është iluzion, sepse jeta faktikisht nuk i funksionon ashtu si ku funksionon brenda internetit dhe sidomos në rrjetet sociale. Për shembull, nëse do të futemi në rrjetet sociale TikTok, do shikojmë një mori videosh të panumërta, të cilat pasojnë njëra tjetrën. Në fillim ka një përmbajtje caktuar, për shembull përmbajtje morali, përmbajtje një mençurie, një zbulime shkencor, më pas dhe një përmbajtje fetare, më e treta mund të jetë një këngë, më pas përmbajtje e pamoralshme. Ky lloj diversiteti e mban trurin ton të përqendruar dhe të tensionuar për të pritur videon e rrallës, sepse ai është i papërgatitur për përmbajtjen e rrallës, sepse siç e thash, interneti apo rrjetet sociale nuk ka një lloj kronologjie të veçantë, nuk ka një lloj teme e cila përfshin të gjitha videot pavarësisht ndryshimeve të tyre. Ka një lloj kontrasti ngjyrash, ka një lloj efektesh, zërash, ndoshta ndonjëherë kakofoni, një zhurmë të madhe, e cila e bën trurin që të përcetojmë me intensitet shumë të lartë. Por jeta faktikisht nuk funksionon gjithmonë kështu. Kjo është rrjeta virtuale. Ka një jetë tjetër që është jeta reale, e cila gabimisht mendojmë që funksionon siç funksionon TikToku apo rrjetet e tjera sociale. Për shembull, nëse do të futemi në xhami, që është një pjesë, një hapësirë e cila na përket ne besimtarëve. Në momentin që hapim derën e xhamisë, nuk do të shikojmë atë kontrast ngjyrash, sepse realisht ajo hapësirë është projektuar që të mos ta shpërqendrojë besimtarin. Që kur të falesh, kur vendosësh kokën sejdë, kur të kërkosh Allahut, mos mendosh se çfarë ngjyre është ngjyrosur kupola, çfarë kanë muret, etj. më radhë. Aty nuk ka zhurmë, aty ka një qetësi, aty ka një përsëritje, nuk ka dinamik të lartë, intensitet të lartë. Aty ka një lloj përsëritje, për shembull, një person që fillon dhe falet, bën një lloj procedure, pra kjo falje është një lloj procesi i cili ka përsëritje, dhe kjo përsëritje sjell një lloj ngadalshmërie dhe një lloj që për disa mund të jetë dhe mërzitje. Një person që hyn i ri në xhami, pra, për herë të parë në xhami, apo nuk e ka idenë se si funksionon namazi, lutja. Personi në fjalë edhe mund të mërzitet, sepse nuk e gjen atë lloj dinamike që ka krijuar në mendimin e tij që në këtë mënyrë mund të funksionojë edhe xhamia. Futet në xhami, shikon përsëritje lutjesh. Në ruku, në sejdë, kur qëndron në këmbë, përsëritet surja Fatiha 4 herë, 3 herë apo 2 herë, në varësi të numrit të rekateve që fal. Ka një lloj qetësie, ka një lloj mungese zhurme, pra nuk të riqet vëmendja, sepse ty duhet të jesh i përqendruar. Pra, ka një lloj përplasje mes dy botëve, bota virtuale dhe bota tjetër, bota e meditimit, bota e përkushtimit, e lutjeve, e namazit që gjendet brenda, pra brenda xhamisë. I riu që hyn brenda xhami e gjen veten e tij të huaj. Thot, nuk është ky ambient që më takon mua. Dhe mërzitet shpejt dhe del. Islami është një fe e cila është shpallur për të korrigjuar konceptet e gabuara që janë formuar në trurin e njerëzit. Sistemi i biznesit për shembull, apo reklamat e shumta që na japin për idenë se si funksionon biznesi, për idenë se si funksionon ritmi i jetës, dhe ne mendojmë që jeta funksionon pikërisht kështu. Apo edhe ndihma dhe suporti i madh që merr kjo lloj ideje, qoftë edhe ke mënyrat e ushqyerit, pra nga lënia e ushqimit tradicional, vakte, 3 vakte të caktuara, por duke ngrënë ushqim të shpejt, fast food, hamburger, cheeseburger apo ushqime të gatshme, të gjithë to stimulojnë krijimin e një ideje që jeta funksionon me këtë lloj intensiteti të lartë. Ja kanë arritur ta krijojnë këtë lloj ideje dhe të bëjnë njerëzit që të jenë të përfshirë të kjo lloj dinamike. Por megjithatë nuk funksionon gjithmonë. Kur futesh në xhami, ka një diçka tjetër, sepse Islami i nxit njerëzit për të kuptuar realitetin e jetës, që ka shumë aspekte në jetën tonë që njeriu ka nevojë të meditojë, të qartësohet. Njeriu ka nevojë të marrë hapa të matura. Njeriu duhet të jetë i mençur dhe i matur në veprimet dhe në vendimarrjet që bën ai. Sepse nëse ne nuk do kemi kohë të mendojmë se çfarë kemi bërë në të kaluarën, apo se si duhet funksionojë jeta jonë në të ardhmen, çfarë projeksioni kemi bërë për të ardhmen, por jetojmë vetëm momentin tonë, dinamikën, atëherë ne jemi bërë pjesë dhe pre e kësaj inercie të madhe, trusnie të madhe të shoqërisë, pa pasur kohë për të ndaluar një moment, çfarë jam duke bërë? Çfarë kam bërë?
A janë veprime të denja dhe çfarë duhet bëjë në të ardhmen? Islami e nxit njeriu që të meditojë, që të jetë i matur, të marrë vendimet si pasojë e maturisë. Zoti korrigjon një veprim të pejgamberit alayhi salatu wasalam në Kur'an fisnik ku thotë mos nxito për të përsëritur Kur'anin pas Xhibrilit derisa të përfundoj ai totalisht. Pra o profeti i Zotit, ti mos ki frikë se mund të harrosh Kur'anin. Sepse Xhibrili ja lexonte pejgamberit alayhi salatu wasalam vargjet kuranore dhe ai i shkonte më pas. Por ndonjëherë i shkonte Xhibrilit paralelisht në mënyrë që të mos harronte asgjë nga Kurani. Zoti thotë mos e bëj këtë veprim. Prit pak, sepse ne do ta ruajmë Kur'anin, mos mendoj që do të humbas diçka nga Kur'ani. Nga ana tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot dikujt prej shokëve të tij, inna fika khaslatayn yuhibbuhum Allah. Ti ke dy cilësi të cilat i do Zoti. Pra çfarë do Zoti? Maturin dhe vendimet që i merr të ngadalta si pasojë e një meditimi dhe si pasojë një lloj ngadalësie që është e lavdrueshme, jo ngadhtësie. Nga ana tjetër, Zoti i thot besimtarve: Ja ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli wattaqullah. O ju që keni besuar, mos nxitoni të bëni veprime dhe të merrni vendime, se mos ato vendime të cilat kanë lidhje me besimin, përpara se të vendosë Zoti dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe friksohen e Zotit. Pra, një person i cili ka droje dhe friksohet për vendimet e tij dhe për veprimet e tij, atëherë ai do të pres çfarë vendimi ka marrë Zoti dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam për një veprim të tillë. Islami e nxit njeriu që të jetë i matur, të jetë i mençur tek veprimet që kryen. Sot ne kemi njerëz apo shoqëri të tëra që vuajnë nga përplasja e dy botëve, bota virtuale dhe bota reale. Njerëzit të cilët vuajnë nga kriza e thellë shpirtërore, sepse nuk bëjnë jetë shpirtërore, bëjnë vetëm jetë materiale. Materializmi ka hyrë në çdo qelizë të trupit tonë, duke na bërë që të harrojmë që ka dhe një aspekt shumë esencial të jetës sonë që është shpirti, i cili nuk ka nevojë për intensitet, por ka nevojë për maturi, për mençuri, për meditim, për përqendrim dhe jo për nxitim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Etu min ar-Rahman." Ngadalësia, maturia është ajo që do Zoti, ndërsa nxitimi është ajo që nxit iblisi i mallkuar në mënyrë që ju të merrni vendime të gabuara, sepse janë pasojë e nxitimit. Ne kemi një botë e cila vuan dhe një krizë tjetër, kriza e individualizmit, shkëputja, fërmijëzimi apo atomizimi i jetës shoqërore. Që do thotë njeriu është bërë individual, ka një jetë shumë të shkëputur nga realiteti, një jetë më tepër gjen vetëm brenda rrjeteve sociale se sa jetë fizike dhe interaktive dhe bashkëpunuese me të tjerët. Që ta shpëtojmë njeriu, të shpëtojmë shoqëritë nga kjo përhumbje e thellë, nga kjo krizë e thellë, qoftë ajo morale, po qoftë edhe shpirtërore, është që t'i bëjmë të qartë që njeriu nuk duhet mendoj që bota funksionon siç funksionon bota virtuale. Por ka dhe një botë tjetër që duhet ta nxjisë që të aktivizohet, që është bota shpirtërore. Në qoftë se të aktivizosh botën shpirtërore, do thotë që duhet të jesh i matur, të meditosh, që kur të jesh pjesë e disa hapësirave që ka nevojë për meditim, ka nevojë për maturi, mos ta gjesh veten si të huaj në to. Ne prindët e epokës e modernizmit kemi një preokupim për fëmijët tanë, të cilët kanë një mungesë totale nga këto hapësira që rrëndon sipër, pra nga xhamiet. Pse? Sepse ato kanë krijuar një imagjinat që jeta funksionon siç funksionon jeta e TikTokut dhe jeta e rrjeteve sociale. Prandaj kur vinë në xhami, ata nuk e shikojnë veten tyre pjesë të këtij aktiviteti. Mërziten shpejt dhe dalin. Që t'i shpëtojmë fëmijët tanë, duhet i mësojmë atyre që bota nuk funksionon si në rrjetet sociale. E para, e dyta, i tregojmë fëmijëve që kënaqësia nuk është kënaqësia e shpejtë që mund të marrë nga kjo botë, por se kënaqësia reale është ajo kënaqësi që ka nevojë për pak mund, për pak meditim, për pak maturi. Nuk është si kënaqësia që t'jep disa like që merr në Facebook apo në TikTok apo në Instagram,
por kënaqësia reale është kënaqësia e Allahu subhanahu wa taala, e cila është e pavdekshme dhe e cila nuk përfundon me disa minuta, por se vazhdon gjithë kohës në përjetësi. Ne do të lutim Allahun subhanahu wa taala që t'i vendosë në rrugë të mbarë fëmijët tanë, neve të na mbajë të përqendruar në rrugën e tij, të na japi mençuri, të na japi maturi për zgjidhjen e problemeve në mënyrën më të duhur. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që të na bëjë të qartë se si duhet funksionojë jeta jonë, dhe jo të jemi pre sistemit dhe asaj rryme dhe trysnie të lartë, me intensitet të lartë, e cila na bën që të harrojmë vetvetat tona, dhe e cila na bën që harrojmë që përfundimi ynë është tek Zoti dhe tek mëshira e Tij. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.